Në këtë kryqëzim kam bërë disa video ku të tregoj problemet dhe nuk është se Fieri është ai qytet i madh, sa ka kryqëzime pafund. Por ky është kryqëzimi që të sjell nga autostrada të fut në brendësi të Fierit. Dhe është rinovuar pafund dhe vazhdojnë siç e kam ngritur të problem, nuk e di sa muaj më parë. Nuk ekzistojnë sinjalistika horizontale, vjet e bardha. Unë tani duhet të kaloj nga krau tjetër dhe nuk ka asnjë shenjë që t'i thoj automjeteve që mua të më respektojnë dhe të kaloj rrugën. Pra, këtu i bie të luftosh sa herë duhet kalosh. Ku duhet kalojnë qytetarët këtu? Kush po u thotë që ja, po kalon tani dhe nuk ka as vija të bardha as kund ku të kaloj. Pra, kush po i thotë ku duhet kalojnë qytetarët? A janë problem vjet e bardhat? A dini që sa muaj ka këtu që s'bën vjet? Po. Po vjet e bardha pra. Nuk ka pasur njëherë. Pra po mbas riparimit çu kushton këtyre të vinë të luajnë ti bëjmë vjet e bardha. Që shikoni, pra këtu nuk ka asnjë sinjalistik, as horizontale, as vertikale që të thoj sepse ku duhet të kalojnë qytetarët dhe ku duhet të ndalojnë automjetin për të respektuar qytetarët që kalojnë vjet e bardha.